Rreshjet e shiut kanë nxjerrë sërish në pa problematikën e rrugicave të amortizuara në zonën e Golemit, të cilat mbushen me ujë duke bërë qarkullimin thuajse të pamundur. Përveç banorëve, nga kjo situatë preken edhe sportistët, pasi një prej rrugëve më problematike është edhe ajo ku kryen stërvitje ekipi futbollit Vllaznia. Një pjesë e rrugicave në fshatin Golem në njësinë administrative rrethina paraqesin problematika sa i takon amortizimit të tyre. Si shikohet përmes këtyre pamjeve, kjo është një prej rrugëve e cila është më qarkullueshme për shkak se këtu ka një dënësi të lartë banorësh, ndërkohë që edhe ekipi i futbollit Vllaznia kryen stërvitjen. Megjithatë, rreshjet e shiut kanë krijuar një situatë as pak të zakontë. Qarkullimi i automjeteve dhe lëvizja e banorëve është tejet e vështirë. Rrugicat e lagjes paraqiten prej vitesh të dëmtuara me gropa të shumta dhe mungesë të sistemit të kanalizimeve. Pas çdo shiu ato shndërrohen në pellgje të mëdha uji, duke vështirësuar lëvizjen e këmbësorëve dhe automjeteve. Një prej tyre, e cila përdoret shpesh edhe nga ekipi i futbollit Vllaznia për stërvitje dhe kalim, ndodhet në gjendje tepër të amortizuar. Sportistët dhe stafi përballen me balt, ujë të grumbulluar dhe terren të pasigurt, duke bërë sfiduese përgatitjen sportive, sidomos në kushte moti me rreshje. Ndonse numri i banorëve të cilët jetojnë në këtë zonë është i madh, kjo për shkak edhe të distancës së afërt që ka me qytetin. Sërish këto rrugica vazhdojnë të mbeten në mështirë të fatit.